Edhe kryeministri Rama ndodhet në Paris për të marrë pjesë në samitin e koalicionit të vullnetmirëve për Ukrainën me ftesë të presidentit francez. Shtrëngime duarsh e përqafimesh miqësore u shkëmbyen mes Ramës dhe Macron në pritjen zyrtare para samitit, ndërsa më 14 korrik, po me ftesë të Macron, kreu i qeverisë shqiptare është ftuar në ceremoninë zyrtare me rastin e festës kombëtare të Francës. Kjo është vizita e dytë e kryeministrit Rama në Paris brenda një muaji, ku prit në pallatin presidencial Elysée. Në një takim kokë më kokë të 22 qershorit, dy liderët diskutuan mbi procesin e negociatave të Shqipërisë në BE, si dhe përforcimin e partneritetit mes dy vendeve në sektor të rëndësishëm të ekonomisë, si energjia dhe mjedisi. Pas vizitës në Francë, të martën më 14 korrik, Rama do të udhtojë drejt Brukselit për konferencën e 9 ndërqeveritare të Shqipërisë me BE-n për mbylljen e 3 kapitujve të parë të integrimit. Ka samiti i kësaj të hënë për Ukrainën të 25 liderëve evropian, u krijua një koalicion evropian për të zhvilluar një mburojtje të përbashkët kundër raketave balistike. Iniciativa u lançua gjatë takimit të koalicionit të vullnetmirëve, ku pjesë do të jenë 9 vende: Franca, Gjermania, Britania e Madhe, Holanda, Norvegjia, Spanja, Suedia dhe Ukraina. Në deklaratën e përbashkët thuhet se qëllimi është të zhvillohet me shpejtësi një aftësi mbrojtëse europiane, thjesht mbrojtëse, përmes krijimit të një arkitekture të integruar të mbrojtjes nga raketat, të aftë për të penguar dhe neutralizuar kërcënimet e ardhshme nga raketat. Projekti do të plotësojë dhe integrojë sistemet kombëtare që janë tashmë në shërbim ose në proces blerjeje, duke shfrytzuar bashkëpunimin midis industrive të mbrojtjes, kërkimit dhe aftësive operacionale. Presidenti francez Macron deklaroi se përballë kërcënimit balistik, Europa po bën një zgjedhje të qartë, të mbrojë Ukrainën, të forcojë sigurinë e saj kolektive dhe të ndërtojë një Europë mbrojtëse. Me koalicionin antibalistik, ne po forcojmë aftësitë që nevojiten Europës, u shpreh Macron në X. Pjesë në samit, presidenti i Ukrainës Zelenski tha se sistemet e raketave antibalistike janë të nevojshme për ta sjellë Putinin në një marrëveshje. Pak ditë më parë, Zelenski mori konfirmimin nga presidenti amerikan Trump për licencën e sistemeve Patriot dhe për një tjetër ndihmë edhe nga Europa në lidhje me mbrojtjen ajrore.